Kështu që vërtet Amerikë ka bërë viktimës vetë, por është diçka që tani ne kemi parë që Trumpi ishte votuar nga ata njerëz që ndoshta nuk janë duke investuar në bursë. Ndoshta kanë humbë vend punët e tyre me naftën, me Kinën. Ne mund të themi, edhe besoj që kur ishe në Amerikë në janar, ata republikanët edhe ekonomistët kanë thënë që normalisht nuk duhet të përdorim tarifet. Por Trumpi ishte zgjedhur mbi këtë platformë edhe ai është duke bërë me dhunë. Do të thotë diçka më fort, nuk e di nëse do ketë sukses. Por është diçka që nuk është jashtë logjikës së platformës së tij gjatë fushatës. E kuptoj. Pyetja më e shpeshtë të ditë është do të ndodhë, do rriten çmimet e madrave në SBA dhe sa? Profesor. Studiusit thonë që po, madje vetë guvernatori i Fedit, i Rezervës Federale, në deklarimin që bëri sot, jo më gjatë se sot, tha që presionet prishmërit për inflacion janë dyfishuar, pra nëse inflacioni është gati 2%, pritet që shkojë deri në 4.5%, të paktën kështu janë projekcionet edhe studiusëve. Por logjika ta do vetvetiu që edhe sikur barra e tarifës të ndahet, sepse jam i sigurt që e para jo gjithë barra e tarifës do shkojë ke amerikanët. Pra nëse e ka rritë tarifën 30%, do thotë që çmimi do rritet 30%. Një pjesë e barrës do të ndahet midis importuesit dhe eksportuesit, sepse kuptoj që ka dhe alternativa tjera. Amerika s'është tregu i vetëm, njerëzit mund të bëjnë shopping gjithandej. Kështu që barra do ndahet. Sa do ndahet kjo barë, do të varet fort nga forca negociuese, e para dhe natyrisht nga lloji i mallit, por pa diskutim që çmimet do të rriten. Një tjetër vlerësim thotë që kostoja për çdo qytetar amerikan mund shkojë deri në $3.500 në vit. Pra, nga buxheti familjar, çdo familje amerikane pritet të shpenzojë më shumë sa $3.500 në vit është kostoja e gjithë kësaj pakete. Sigurisht që mbetet për tu parë sepse jemi në fazat e para. Kjo do të varet shumë në fakt se si do reagojnë vendet e tjera. Nëse edhe Europa do të reagojë, se deri tani Europa s'ka reaguar, Europa me sa parë sot ofroi zero for zero, pra le ti sheshojmë taksat i bëjmë gjithë zero, pra do të varet shumë nga fakti se si do të kundërpërgjigjen gjithë vendet e tjera. Por në thelb kjo politik pasi diskutim që i ka shtuar presionet e inflacionit, bastet për një recesion të mundshëm i ka shtuar më shumë se sa bastet për rritje të mëdha. Parashikimet për rritjen e ekonomisë edhe botërore janë downgrader, pra janë në rënje, kështu që në thelb mjafton dëmi mendoj që është bërë në një mas të madhe. Fakti që dhe triliona dollar pasuri u zhbën brenda 2-3 ditësh flet shumë. Nëse do të ishte pozitive, tregjet do reagonin pozitivisht. Tregu është ai që ta vënë notën i pari. Pastaj ta vënë akademikët të cilët e masin. Jo që në fillim. Atë janë operacionet vështira, pas operacionit kalon në gjendje depolese natyrisht. Edhe vazhdon ngritja. Tani u tha këtu që ilaçi, duhen ilaçet. Tani ne diskutimi këtu është fillon që, ore, kush është smur, sa smur është, e çaj ilaçi duhet. Po jo pra, ideja është këtu. Ekonomia amerikane, para njërë nuk ka asnjë ekonomi në botë që nuk ka probleme. Këtu diskutohet çfarë janë problemet e ekonomisë amerikane dhe si duhen zgjidhur dhe cili është mekanizmi më i mirë për të zgjidhur. Në këtë rast ekonomia amerikane kishte ca probleme. Ky robi nga për t'i dhënë aspirina e çoi në operacion. Këtë po diskutojmë. Nuk është që s'duhet ndryshuar diçka, nuk ka nevojë për rregullime. Unë jam dakord se për shembull përmend Kina këtu se unë merakun e bisedës e kam, po e çojmë bisedën te Kina, kur në fakt këto tarifa nuk janë për Kinën, janë për gjithë. Që të jemi qartë. Unë vetë personalisht. Por duhet kuptuar, apo bëhet kjo për Kinën dhe pastaj Kina ja gjithë? Jo, kjo s'po bëhet për Kinën, kjo është problem më i madh se sa Kina. Europa një lloj me Kinën. Çështja që ndron këtu. Në qoftë se ne po flasim që Kina, e zëmarim rast e Kinës, është një shtet që manipulon, bën këtë, bën atë, vjet teknologji, deri dje detyron të kompanitë perëndimore që të hapnin një fabrikë në Kinë, të dorëzonin teknologjinë që do përdorin. Absolutisht jam shumë dakord dhe unë nuk kisha kundërshtim. As me çfarë bënte Bideni, as Trumpi sidosh me tarifa të piketuara, të targetuara, të ngushta, specifike për t'i thënë Kinës, nga ky moment gallata mbaroi. Ti do të lozësh pisët, neve do vëmë ca trar. Jo për çdo gjë, po për ca gjëra të rëndësishme. Deri këtu jemi në rregull. Jam shumë dakord dhe si qytetar i Shqipërisë dhe si qytetar amerikan që një gjë e tillë ndodhi. Sepse në fund ditës Kina nuk është modeli i demokracisë dhe unë nuk kam se jap avantazh një modeli që është kundër modelit politik dhe shoqëror që unë kam. Po ja ke dhënë pra deri tani ja ke dhënë. Deri këtu jemi në rregull. Problemi që ndron në këtë mandat, tani këtë muaj që ka filluar me këto tarifa,
Këtu është shpallur një luftë në sistemin global të tregtisë, nuk është vetëm me Kinën. Dhe ajo që ne po themi nuk jemi dakord, besoj edhe unë dhe zoti Xhepa, të paktën, ne po themi nuk jemi dakord me çfarë po bën tani që e ka shtrirë në gjithë botën. Dhe çështja kur merr për shembull Europën, sa janë tarifat e taksave në Europë kështu, kjo vjen, nëse europianët këtë marrëveshje, këto tarifa Amerika i ka rënë dakord me Europën. Do që të bëjë diçka ndryshe, le të ulet të rinegociojë. Po mos harrojmë që çdo vend ka standarde disi ndryshe nga një tjetër. Nëse në Europë standardet për eficiencën apo për sa karbon nxjerrin makinat janë ndryshe nga në Amerikë, kompanitë amerikane o duhet përshtaten me këtë standard, o do paguajnë një tarifë më të lartë. Dakor? Domethënë në Europë u bën nami para ca vitesh, u vun gjoba me miliarda kompanive europiane, sepse kishin mashtruar me nxjerrjen e karbonit që bënin makinat. Dakor? Kështu që çdo vend ka këtë drejtë dhe nuk ka të bëjë direkt me tregtinë, ka të drejtë të thotë, standardi im mjedisor është ky, Amerika standardet mjedisore i ka më të lirshme se Europa Perëndimore, se BE-ja. Amerika të ruajtjen e dhënave private e ka më të lirshme se sa BE-ja. Nëse ti do të bësh një test në Amerikë ose në Europë dhe për ty është shumë e rëndësishme ruajtja e dhënave tua personale, bëj në një kompani amerikane, sepse, europiane, sepse i kanë më strikte ligjet BE-ja për ruajtjen e privatësisë. Domethënë, këto tarifa jo gjithmonë janë ndërtuar për të dënuar Amerikën. Këto tarifa janë ndërtuar për të vendosur një standard, thash një pjesë e tarifave, të kuptojnë nuk janë të gjitha, që të ruhet një standard mjedisor, privatësi e tjera, se si bëhen gjërat. Dhe çdo shtet politikisht dhe kulturalisht ka të drejtë ta vendosë këtë gjë. Kështu që nëse do të bësh luftë me tarifa, duhet të ndash midis standardeve që janë jo ekonomike dhe midis proteksionizmit, mbrojtjes së industrive të vendit përkatës. Okej. Më duhet kalojmë publicitet. Do shohim pas pak se si e reflekton Shqipëria këtë çështje dhe më pas akoma do shohim edhe Bashkimi Evropian. Do mundohemi të japim përgjigje edhe pyetjes që shumë bëjnë